Një plak i shtyrë në mosh, gjendej i shtrirë në shtratin e vdekjes. Rreth tij ishin të hubuar antarët e familjes, të afërmit dhe miqt. Momentet e fundit të vdekjes, qimet e bardha i kishin mbuluar kokën. Shenjat e pleqërisë vëreheshin dukshëm, por ai ishte i përmbajtur në fytyrë. Të gjithë rreth tij shikonin me kujdes dhe vëmendje. Mbretëronte qetësia. Plaku filloi të flasë. O bijtë mi, kur i mbusha të 20-tat, kisha ambicie, aspirata dhe synime të mëdha. Ato ishin gjithë përfshirëse. Synoja të ndryshoja për së miri tër dynjan, tër botën. Të bëja një përmirësim të shkëlqyer. Këto ishin ëndrat e mia. Kaluan vitet, i bëra 21, 22 e 23. Arrita në të 30-tat. Kështu e pash veten se gjatë kësaj periudhe kohore vetëm kisha menduar, por asgjë nuk kisha ndryshuar. Synimi për të ndryshuar botën është një gjë e vështirë. Prandaj nga ky moment vendosa të reformoja shtetin ku jetoja. Patjetër, mendoja që duhet të kontribuoja për vendin tim, duke e transformuar në gjendje më të favorshme. Kështu dëshirat filluan të zbehen dal nga dal, vit pas viti. 31, 33 dhe i bëra 40 vite jetë. Vërtet me keqardhje po e them se prap asgjë nuk arrita të bëja. Vërejta se ishte e vështirë. Tani vendosa të përqendrohesha vetëm në qytetin ku jetoja. Së paku, këtu t'i realizoja ëndrat e mia. Për çudi, vitet shkonin, 41, 43 dhe i plotësova 50 vite. Por përsëri nuk arrita të realizoja asgjë dhe të bëja asnjë ndryshim. Kështu, duke parë veten pa rezultate, vendosa ta jepja kontributin tim në një nivel më të vogël dhe zgjodha lagjen ku jetoja dhe banoja, me shpresë se këtu do të arrija qëllimin. E një ditë mbusha 60 vite. Përsëri, shumë me keqardhje duhet të them se nuk arrita të përmirësoja dhe të ndërroja as lagjen time. Vendosa të ndryshoja shtëpinë time, antarët e familjes time. Fillova të veproja në këtë drejtim. Shkoi një vit, i dyti, i treti dhe i mbusha 70 vite jetë. E përsëri nuk arrita të përmirësoja dhe të ndikoja as edhe në familjen time. Nuk pata sukses dhe dështova në të gjitha rastet. Vallë, po ku është problemi? I mbusha të 70-tat dhe tani jam në shtratin e vdekjes. Plaku u tha bijve të vetë. Unë e mësova arsyen e dështimit në të gjitha këto përpjekje. Ishte e nevojës dhe parësore që unë të filloja së pari nga vetja, të përmirësoja vetën, dhe po që se nuk ndryshon vetën, asësi nuk ke mundësi të ndikosh të tjerët. Allahu i lartësuar thot, me të vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ata
të ndryshojnë që kanë në vetvete. Plaku shprehet, po të më jap Allahu jetë dhe 10 vite, nga ky qast do të filloja ta përmirësoja veten dhe jam mëse i bindur se kur të arrija këtë, do të kem mundësi të ndikoj dhe përmirësoj familjen time, lagjen ku banoj, qytetin dhe vendin tim. Kur Muhamedi a.s. lavdërimi dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, filloi komunikimin e mesazhit islam. Ai filloi nga vetja dhe më pas e zgjeroi thirrjen e udhëzimit për në islam. Dëgjuat emisionin Tregime të zgjedhura. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Incizimi u mundësua në radio produksionin Zëri i Shtimës.